Faqja Na ishte dikur sjell fjalimin prekës të Angelina Jolie për nënën e saj. Nëna ime ishte angel mbrojtës. Nëna ime e donte artin, ajo e donte filmin. Më mbështeti në çdo gjë të çmendur që bëra, gjithmonë nëse kishte kuptim. Më thoshte shpesh, kjo është bota e filmit, për çdo gjë të re që mësoja në kinematografi. Nëna ime kur nuk bëri karrierë si artiste, kur nuk pati mundësinë të shprehej përtej klasës së saj të teatrit, por ajo donte që unë të triumfoja me çdo kusht. Donte që unë dhe Jamie të dinim çfarë do të thotë të kesh një jetë si artiste, dhe ishte ajo që na e mundësoi këtë shans. Ajo më çonte në çdo audicion dhe më priste në makinë me orë të tëra. Gjithmonë më bënte të ndihesha mirë, edhe në periudhat kur nuk kisha punë. Nuk ishte kritika më e rrept për mua, sepse kur nuk kishte diçka të keqe për të thënë, por më dha dashuri dhe besim, dhe mbi të gjitha ishte shumë e qartë kur më thoshte se jeta ime do të ishte e pakuptimt nëse nuk do të ofroja diçka për jetën e të tjerëve. Për një kohë të gjatë nuk e kuptova çfarë donte të thoshte kjo. Hyra në këtë biznes e re dhe e shqetësuar vetëm për përvojat e mia. Vetëm kur fillova të udhtoj, të shoh dhe të jetoj përtej shtëpisë sime, e kuptova përgjegjësinë ndaj të tjerëve. Kur takova të mbijetuar të luftës, urisë dhe përdhunimit, mësova si është jeta për shumicën e njerëzve në këtë botë, dhe kuptova sa me fat isha të kisha ushqim, një çati mbi kokë, një vend të sigurt për të jetuar dhe gëzimin e të pasurit familjen time të shëndetshme dhe të sigurt. Vetëm kur shen njerëz më keq se vetja, e kupton sa me fat je. Nga ai moment vendosa të mos isha më kurrë mos mirënjohëse. Ne të gjithë në këtë dhomë jemi me fat. Kur nuk kam kuptuar pse disa njerëz lindin me shanset që pata unë, ndërsa diku në botë ekziston një grua si unë, me të njëjtat aftësi, të njëjtat dëshira, të njëjtën etik pune dhe dashuri për familjen, e cila ndoshta do të bënte filma më të mirë dhe fjalime më të fuqishme. Por ajo ndodhet në një kamp refugjatësh, pa zë. Ajo shqetësohet për ushqimin e fëmijëve të saj, për sigurinë e tyre, dhe nëse do të kthehen ndonjëherë në shtëpi. Nuk e di pse kjo është jeta ime dhe ajo është e saj. Nuk mund ta kuptoj plotësisht, sepse nuk e kam jetuar realitetin e saj, por do të bëj ashtu siç më kërkoi nëna ime. Do të bëj më të mirën që mundem me këtë jetë, për të qenë e dobishme. Fakti që qëndroj këtu sot do të thotë se po bëj pikërisht atë që më kërkoi nëna ime, dhe nëse ajo do të ishte gjallë, do të ishte shumë krenare për mua. Ju falenderit për mundësinë e këtij fjalimi. Për më shumë video të tilla, abonohuni në kanalin ton. Na ishte dikur.